Siguria e organizatave në Ballkanin Perëndimor po përballet me sfida të reja në një kohë kur gjeopolitika globale po ndryshon me ritme të shpejta dhe pasojat po ndihen gjithnjë më shumë edhe në nivel lokal. Në këtë kontekst, organizata nga Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor u mblodhën në një tryezë rajonale diskutimi me fokus rreziqet, qëndrueshmërinë dhe nevojën për më shumë koordinim. Takimi vuri theksin te rëndësia e bashkëpunimit rajonal, jo vetëm në nivel institucional, por edhe atë të shoqërisë civile, e cila po ndjen drejt për drejt ndikimin e pasigurisë globale. Sipas organizatorëve, ndarja e eksperiencave, identifikimi i nevojave të përbashkëta dhe ndërtimi i projekteve të përbashkëta janë element kyç për përballimin e sfidave të reja. Takimet të tilla ndihmojnë shumë edhe për të shkëmbyer eksperiencat dhe në këtë rast ndihmojnë për të kuptuar më mirë ato veçantitë që ka çdo organizat, por nga ana tjetër edhe për të ndihmuar se si neve mund të bashkëpunojmë dhe të përfitojmë nga eksperiencat e mira të njëri tjetrit. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin është një qendër e akredituar e IPPF-it, organizatës më të madhe në shëndetin riprodhues që nga viti 1998, ndërkohë që shoqata ka 30 vite eksperiencë e cila ndihmon për të kaluar situata të vështira, sikurse shoqëria civile në përgjithësi dhe në veçanti SPD-ja ka, padyshim bashkëpunimi rajonal ndihmon për të parë ura të reja të bashkëpunimit dhe nevojën se si neve të adresojmë këto sfida dhe këto situata në situatën rajonale, por edhe duke parë mundësinë e një bashkëpunimi ndryshe. Duke pasur qëllim integrimin në Bashkimin Evropian, vendet që synojnë tregun evropian dhe organizatat e vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të forcojnë solidaritetin rajonal për një mbarvajtje më produktive. Unë jam pikë kontakti për Bashkimin Evropian në kuadër të Federatës Kombëtare Demokratike dhe jam përgjegjës për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Roli im është në praktikë të ndihmoj organizata të punojnë më shumë së bashku dhe të forcojnë solidaritetin, sepse kjo nuk është një kohë kur puna e izoluar dhe individuale është produktive. Të vlerësoj dhe identifikoj nevojat e ndryshme të vendeve, por edhe të shoh cilat janë nevojat e përbashkëta të tyre, në mënyrë që të mbështes në iniciativat e mëtejshme për sigurimin e burimeve, mbledhjen e fondeve, si edhe në advokim pranë Bashkimit Evropian. Qëllimi është të sigurohet që të gjitha vendet e rajonit të jenë realisht demokratike dhe të vlerësojnë parimet e shtetit ligjor, transparencës, luftës kundër korrupsionit dhe barazisë në përgjithësi. Ky takim është mjaft i vlefshëm për sa i përket demokracisë, përfshirje sociale dhe çështjeve të barazisë, fusha në të cilat ne si organizata ta IPPF punojmë. Siç e shihni, gjeopolitika po ndryshon dhe po kalojmë periudha të trazuara, ndaj kemi nevojë të jemi më afër njëri tjetrit. Sipas tij, vetëm duke bashkëpunuar mund të promovohen më mirë çështje si të drejta demokratike, barazia gjinore dhe tema të tjera të rëndësishme për të gjitha vendet tona në një periudhë të paqëndrueshmërisë globale.